17 korrik 2026. Jemi në qytetin e Librashtit, në memorialin e dy poetëve martir, Vilson Bloshmi dhe Genc Leka. Sot zhvillohet ceremonia e përkujtimit të tyre 49 vjetorin pushkatimit të dy poetëve. Ceremonia përkujtimore në memorialin e poetëve martirë në Librazh, me solemnitet të thellë dhe pjesëmarrje dinjitoze, u zhvillua në qytetin e Librazhdit ceremonia e 49 vjetorit të përshkatimit të poetëve martirë Vilson Bloshmi dhe Genc Leka. Ceremonia u mbajt pranë memorialit të tyre në qytetin e lindjes së dy intelektualëve që u ekzekutuan me 17 korrik 1977 nga regjimi komunist i Enver Hoxhës. Në orën 10 ka qenë nënkryetari i Bashkisë Librazh dhe antarët e bashkisë që vendosën kurora me lule. Në ndërkohë, në orën 11 filloi ceremonia zyrtare e përvitshme e organizuar nga deputeti demokrat i Vlorës Bujar Leskaj dhe i mbështetur nga Bedri Bloshmi, vëllai i poetit Vilson Bloshmi dhe ish i burgosur politik, së bashku me familjarët e tij. 10 qytetar, intelektual, përfaqësues të pushtetit lokal, familjarë të martirëve dhe të rinj u mlodhen për të nderuar kujtesën e dy poetëve të poezisë së lirë. Me këtë rast u vendosën kurora me lule të freskëta, të bardha dhe u hodhën karafila të kuq përpara memorialit në ujë si simbol i dy shpirtrave të poetëve të përshkatuar. Në këtë ceremoni morën pjesë aktorët e mirënjohur mjeshtri i madh Bujara Asjeriu dhe Raimonda Bulku, deputetet Kastriot Piroli, Greta Bardelli dhe Klodiana Çapja, antarët e kryesisë së PD-s Atrid Hoxha, zënës kryeredaktori i gazetës Rilindja Demokratike Recep Polisi, intelektual, gazetar dhe 10 të rinj demokrat nga Vlora. Deputeti demokrat i Vlorës Bujar Leskaj, i cili dhe e moderoi këtë ceremoni përkujtimore, mbajti edhe fjalën kryesore. Ai theksoi se ekzekutimi i dy poetëve mbetet një nga krimet më të rënda kundër letërsisë dhe mendimit të lirë në Shqipëri. Sot me 17 korrik 2026 kujtojmë 49 vjet nga pushkatimi i poetëve martirë Vilson Bloshmi dhe Genc Leka, një krim i kryer nga regjimi diktatorial komunist ndaj dy intelektualëve që refuzuan të nënshtroheshin me çdo çmim, tha Leskaj. Ai shtoi se kjo datë, si çdo datë kushtuar heronjve antikomunist, duhet të mbetet ditë reflektimi për të gjithë shqiptarët. Një demokraci që humbet kujtesën rrezikon të përsërisë gabimet e së kaluarës. Prandaj kujtimi i viktimave të diktaturës është detyrim moral dhe kombëtar, tha Leskaj. Leskaj i përshkroi Vilson Bloshmi dhe Genc Lekën si disident të vërtet dhe antikomunist të vendosur, që zgjodhen të ruanin dinjitetin dhe lirinë e mendimit edhe pse kjo ju kushtoi jetën. Sakrifica e tyre ka bërë ata përgjithmonë nderi i kombit dhe simboli qëndresës ndaj tiranisë, tha ai. Janë si dy shpirtra binjak, dy vëllezër binjak të shënuar jo vetëm në antologjinë e kulturës shqiptare, por të shënuar me gërma të arta në atë antologji të madhe të qëndresës antikomuniste në ato vite të vështira të diktaturës. Në ato vite kur jo kushdo mund të shkruante Saharan, jo kushdo mund t'i kundërvijej mendimit me idet, poezit dhe përkthimet e tija. Janë dy poet për të cilat sa vin, sa më tepër të rinj, sa më tepër shqiptarët njohin veprimtarin kulturore të tyre, njohin qëndresën e tyre,
aq më shumë ata lartësojnë, aq më shumë ata lartësojnë për të gjithë shqiptarët, por në veçanti për të rinjt shqiptar. Postulati, sentenca filozofike e Wilson Bloshmit, më mirë një jetë e zezë me faqe të bardhë, sesa një jetë e bardhë me faqe të zezë, është sot më shumë aktuale se kur. Është sot më shumë aktuale e përcjell nga një i ri, të cilin diktatura i mori jetën në moshën 29 vjeçare, i mori jetën në kulmin e veprimtarisë së tij krijuese, veprimtarisë së tij përkthyese. Dhe madje Wilson Bloshmi është poeti më i veçantë jo vetëm në Shqipëri, por dhe në gjithë historinë e lindjes komuniste, vepra e cila u botua në demokraci mbas viteve 90 është nxjerr nga arkivat e dosjes sëtusisë dhe të sigurimit kriminal të kohës. Është kjo vepër e cila e shënon me gërma të arta Wilson Bloshmi në antologjinë e poetëve të përkthyesve të krijuesve shqiptar. Po kështu edhe poeti Genci Leka, të cili diktatura ja mori jetën në moshën 36-37 vjeçare, në kulmin e veprimtarisë së tij krijuese si poet, por dhe në fushën albanologjike. Njihen tashmë korrespondencat e atyre viteve me personalitete të Akademisë së Shkencave të kohës, personalitete të fushës së albanologjisë. Këta poetë, këta vëllezër, këta luftëtarë të dritës dhe të demokracisë, këta personalitete të kulturës na bëjnë sot më krenar se kur, për qëndrimin e tyre ndaj diktaturës, qëndrimin heroik të tyre në etusi, së bashku me vllajën e tyre, heroin e gjallë, zotin Bedri Bloshmi, na bëjnë që të përulemi përpara kësaj vepre monumentale, një nga veprat më të mira për sa i përket strukturës në Shqipëri, e krijuar, e prodhuar me pasion, e krijimtari të lartë artistike e skulptorit të shuar Sadik Spahia. 20 vite më përpara, ne këtu, unë kam patur privilegjin e përuruam këtë vepër, së bashku me kryetarin e bashkisë së kohës, zotin Shaqir Vukaj, me presidentin, zotin Mojsiu, së bashku me aktorët e shuar, të paruarin Mirush Kabashi, Tinga Kurti, Raimonda Bulku, Bujara Sqeriu, me studiusi Sadik Beko, një nga studiusët më të mirë të veprës së Wilsonit dhe Gencit dhe shumë personalitete të kulturës. Dhe ne sot vim pas 20 vjetësh në këtë vit të 49 të përkujtimit të tyre. Viti tjetër është viti që shënon tragjikisht një gjysmë shekulli nga ndarja nga jeta e këtyre poetëve simbol, poetëve të lirisë, poetëve të demokracisë. Dhe unë jam i bindur që ne së bashku me Bashkinë Libraz, së bashku me forcat krijuese kulturore, së bashku me Partinë Demokratike do dim ta kremtojmë me madhështi këtë ditë për kujtimi, e cila është një ditë që nuk duhet të harrohet. Është një ditë që dëshmon krimin komunist të atyre viteve, por një erazi dëshmon dhe figurën e lartësuar të poetëve Wilson Bloshmi dhe Genc Leka. Unë mund të citoja këtu edhe poezinë Saharaja. Do të mjaftonte vetëm kjo poezi Saharaja e shkruar nga Wilson Bloshmi që ta rendiste poetin Wilson Bloshmi në cilën do antologji botërore të disidencës, apo poema Prano Gjakut e Genc Lekës, e tjera. Të dashur të rinj vlonjat, të nderuar përfaqësues të grupit Lab Jeona Labe Berdo Berdaj, unë ju falenderoj që ju vini sot tu, të nderuar deputet. Ju falenderoj, po jam i bindur që për ju të rinj vlonjat, kjo do jetë një ditë që do mbahet gjallë në memorien tuaj. Jam i bindur për këtë.
Unë kam ardhur 20 vite përpara, vitet kalojnë, po jam I bindur që do vi çdo përvjetor, kam ardhur dhe përvjetor të tjerë, bashkë me shokun, mikun, vllajin tim Bedri Bloshmi, për të nderuar këta poet dhe sa më shumë ne t'i lexojmë këta, aq më shumë I kuptojmë sa të lartësuar janë. Sa të lartësuar janë në mendimin e tyre kulturor dhe në mendimin e tyre disident. Ne do ta vazhdojmë këtë veprimtari me një vizitë tek muzeu I Pilson Bloshmit, që vllai I tij Bedriu, heroi I gjallë, e ka ngritur, e ka ndërtuar me shumë mund dhe pasion. Mendoj që është një ditë në cilën e përkujtojmë ne këtu në librazh, në vendlinjen e tyre, po e përkujtojnë edhe shumë të rinj dhe shumë studius të dashamirës të kulturës shqiptare në Vlorë, në Shkodër, në Tiranë, në Prishtinë, në Prizren dhe kudo ku ata janë lexuar dhe cili do shqiptar I ndershëm që është njohur dhe po njihet me veprën e tij. Ju falenderoj. Grupi polifonik Jehona Lape interpretoi këngën Lape kushtuar dy poetëve martirë, duke I dhënë ceremonisë një dimension të veçantë emocional dhe dinjitet. Djemte tu të shkuar lidhur në bodrume dhe lidhur këmbeduar Shqipëri djemte tu të shkuar lidhur në bodrume dhe lidhur këmbeduar dhe lidhur këmbeduar edhe Shqipërinë dhe pale të rënda, por jetën ua shkrinë në telat me gjëmba. Edhe Shqipërinë pale të rënda, por jetën ua shkrinë në telat me gjëmba dhe në telat me gjëmba. Dhe në natë rëngojnë, mos qofshim nëna, si do t'i durojmë plagët malë të rënda. Dhe në natë rëngojnë, mos qofshim nëna, si do t'i durojmë plagët malë të rënda dhe plagët malë të rënda. Spaco dere ferit, dere malëkuar, sa filiza breve dhe sa jetë që keshuar. Spaco dere ferit. Mundim sot në këtë ditë të nxehtë, korrigu, si në atë kohë që në shtafë të korrigës, unë në shumë mirë, në kam qenë aty. Por ata I dha, sot është një ditë për kujtimore shumë e zezë e shumë e hidhur për familjen tonë. Por është edhe nga ana tjetër që ata u përjetësuan. Edhe duan për mu shumica I ka pranuar si poet, sepse janë veprat e tyre, edhe ata mos e thonë në heshje, po krimin që bëri terrorizmi komunist në Shqipëri. Në fund, Bedri Bloshmi, sipas zakoneve të kësaj krahine, ishte faliminderues ndaj të gjithë pjesëmarrësve. Ai shprehu dhe një minjoje të thellë për të gjithë pjesëmarrësit që mbajnë gjallë kujtesën e dy martirëve, si dhe falinderoi në mënyrë të veçantë deputetin demokrat të Vlorës, Bujar Leskaj, për organizimin. Sot I erdhi rradha kësaj, u falenderoj të gjithëve. Që kjo ditë, pse zezë, pse hidhur, neve, unë personalisht, por dhe të tjere me këmbgulljen e deputetit të Vlorës, zoti Bujar Leskaj, sa ta kemi frenë, kjo do përkujtohet. Falenderit. Në natën nuk shkon e shmime.
Ndaj natës si pëlqen në Sahara, si pëlqen të ketë veçguar për shtronë. Fjallë, e dashëri, e njerës atje s'ka, per që saj e zez, s'ka që të vuloj. As edhe një se di, se si është kurdisur, me të planë në dishti në rëzullim. Por se thonë që në botë është të stisur, kur i duhe njërzis malkimi, kur a i përkeqë mba në gojë, Sahara e mba në veshë dhe qesh, Sahara e fillon të fëzoj, kur ne malkojmë mes nesh. Kur malkimi shpëryn, e kur rutini në pusine aresës të rete, kur vin djeli, e kur heshtë rëllimi, shkretire shkret, mbetet shkret, 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 shkret. Pas ceremonisë, pjesëmarrësit vizituan fshatin Bërgjest, ku në shtëpinë muze të Vilson Bloshmit u recituan vargje nga poezitë e tij dhe të Gens Lekës. Aktorët Bujar Asjeriu dhe Raimonda Bulku theksuan se Shqipëria komuniste mbetet i vetmi vend në botë që ka përshkatuar poetët për krimtarinë e tyre artistike. Për elogje, për mermera, për gjamurina, për këto alumimera. Këtu shtëpia e tyre, jeta e tyre dhe madhështia e tyre. Kaj kam ullë në Por çfarë që vi këtu kam një emocion të veçantë. Për këta dy djem, do me thënë që vetëm dritë ishin. Dhe i fikën, Dy djem, Kishim fringa e vërtetë. Nga fjala, dy djem që donin kulturën, donin vendin, donin akdeun, këta dy djem. Aktoria e njohur Raimonda Bulku zgjodhi të recitoj artistikisht një poezi nga poezitë e Vilson Bloshmit. Dhe bota ikën. Dhe ne ecim. Edhe qeshim kur bota qanë. Dhe kur qesh vari, desim. Kur ne dhe poetë të nderuar të tjerë thonin poezi labde për partinë dhe Kazmo dhe Puto ishin vargje që në kohë ishin frikshme. Zemrat tona ju keni mbetur. Bërgjeshta martire, kanë zgjidhur filozof e poet. Sa herë shkumbini gurgullon, ju do të mbeteni në zemrat tona fisnike përjet. Deputetja demokrate e Shkodrës, Greta Bardelli, pasi kujtoi dy poetët e martirizuar dhe foli për persekutimin komunist përfshi familjen e saj, u shpreh kritike ndaj qeverisë Rama, duke e quajtur atë qeveri e ish komunistëve dhe bëri thirrje për mosharrimin e së kaluarës dhe mbrojtjen e lirisë së fjalës si vlerë themelore të demokracisë. Di rreshta, me shumë emocion, që jam ka kam spaq vorel 12 vite, dhe është përshkatuar në Bunë, ta për histori. Dhe nuk ja kena gjetë akoma trupin dhe varrin, edhe pse babai im me ka kërkuar për shumë vite. Kështu që unë e Bujari i kena bërë një betejë vetëm parlamentare në foltoren e parlamentit, por edhe duke prezantuar akte ligjore për shtresën e të përmjekujve politik, të cilët asnjëherë nuk gjetën miratimin e Partisë Komuniste Diktatoriale. Kjo është një prerje e madhe. Kurse Bujar Leskaj dhe Bedri Bloshmi udhëruan të rinjve demokratë nga Vlora dhe pjesëmarrësve librat e tyre me autografe, ndërsa deputetja Klodiana Çapja solli kujtime emocionuese duke kujtuar gjyshen e saj në rrëfimet për poetët dhe la një shënim në librin e kujtimeve. Vilson Bloshmi dhe Gens Leka nuk u përshkatuan vetëm si individ, por si simbole të guximit për të thënë të vërtetën në kohë tiranie. Sot ne jemi këtu për të dëshmuar se poezia tyre jeton dhe frymëzon breza të rinj, tha gjatë fjalës së saj deputetja demokrate e këtij qarku Klodiana Çapja. Në hijen e pemëve përreth shtëpisë Vilson Bloshmit, aty ku familja ka ngritur një muze modest, grupi polifonik Jehona Labe nga Vlora, i ardhur posaçërisht për këtë event, vazhdoi me një këngë Labe. Spaco dere ferite dere malëkuar, sa filiza prevede, sa jetë që ke shuar. Spaco
dilnit zotë, i kurinia, edhe poron amaneti dhe bofto Shqipëria, dëshëtorit Në fund u dha një pritje rasti në lokalin Zeneli, sipas traditës së kësaj zone, ku përsëri u kujtuan poetët martirë. Dashdi u tha se është qytet me kontribut të veçantë në rezistencën kundër diktaturës, dhe këtë event e ndjeu dhe më fort duke pas edhe këtë detyrim historik përkujtimor. Ceremonia u cilësua si një nga më të rëndësishmet e përkujtimit të martirëve, duke dëshmuar se kujtesa për viktimat e komunizmit mbetet e gjallë në zemrat e banorëve të qytetit dhe mbar kombit shqiptar. Ky 49 vjetor nuk ishte vetëm përkujtim, por një mesazh i fuqishëm se drita e poezisë së martirëve tanë vazhdon të ndërçojë rrugën e Shqipërisë së lirë. Televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Al TV, USA, nga Librazdi, Beqir, Sinan.